është e pashmangshme që të flasë edhe për krizën ose në gjendjen që e kemi në sektorin e energjisë elektrike. Pra, siç duket, sipas informacioneve qoftë raportuara nga mediat, qoftë nga institucionet e këtij sektorit të energjisë, qofshin ato private apo publike si Kekekost ose private si Kesko, jemi dëshmitarë të një komunikimi të fundit të vetë Keskos, që deklaron që vetëm njësia A3 ose bloku A3 po prodhon 110 MW energji elektrike. Në rrethana normale do duhej që të kishim një prodhim vendor të energjisë elektrike mbi 800 MW. Kapacitet mbi 800 MW, për momentin kemi vetëm 110, pra shumica dërmuese e energjisë që konsumohet nga qytetarët dhe bizneset e Kosovës po importohet dhe natyrisht që kjo importohet me shumë fishmi më të lartë se sa prodhimi vendor. Më lejoni të rikujtoj edhe një herë qytetarët e Kosovës që lëvizja vetëvendosje vazhdimisht ka kundërshtuar ngritjen e kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë vendore. Pra po flas konkretisht për projektin Kosova e Re, të cilin e ka kundërshtuar vazhdimisht dhe me ardhmën e tyre në pushtet e kanë dështuar këtë projekt përfundimisht, duke e lënë Kosovën në këto kapacitete të cunguara të prodhimit vendor për të rritur gjithnjë më shumë importin dhe shpenzimet për importimin e energjisë elektrike. E gjithë kemi qenë dëshmitar që disa nga tregtarët më të mëdhenj të kësaj energjie, pra importuesit më të mëdhenj, përfituesit më të mëdhenj financiar, kanë qenë njerëz të afërt me lëvizjen vetëvendosje ose dhe ish antar të kryesisë së saj, si zoti Martin Berishaj. Fatkeqësisht jemi në prag të një krize të re dhe më të thellë të energjisë elektrike, ku prodhimi vendor ka kolapsuar dhe po shkojmë drejt varësisë së plot nga importi i energjisë elektrike. Në 4 vitet e fundit të kësaj qeverie janë shpenzuar mbi 700 milion euro, vetëm për të importuar energji. Imagjinoni sikur këto 700 milion euro të investoheshin në prodhimin vendor të energjisë elektrike. Duket se jemi po ashtu në prag të një rritje enorme të çmimeve të naftës, të keqpërdorur nga disa tregtarë të naftës të ngushtë ose me lidhje të ngushtë me partinë në pushtet. Njëkohësisht kemi parë dhe kolapsimin ose shkatërrimin e Kekut nga menaxhmenti i zgjedhur nga lëvizja vetëvendosje me dhjetra miliona euro të keqpërdorura përmes kontratave burimore, mbi 700 milion euro të shpenzuara për importin e energjisë elektrike, 100 miliona euro të shpenzuara për subvencionimin e këtij çmimi të ngritur të energjisë elektrike, të cilat reflektohen miliarda euro inflacion ose çmime të ngritura në produktet më bazike të familjeve kosovare. Pra jemi në prag të kolapsit energjetik dhe rrjedhimisht ekonomik e socioekonomik në vendin tonë. Kryekëput fajtor është lëvizja vetëvendosje ose qeveria udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje.